Kryeministri Edi Rama nuk i ka fshehur pakënaqësitë për mënyrën se si po veprojnë disa prokurorë të SPAK për çështje si ajo e Belinda Ballukut. Në konferencën e fundvitit me gazetarët, ai thotë se qarkullimi i USB-s në Këshillin e Mandateve ishte i pavend. Këshilli i Mandateve nuk është një zyrë noterie, është një kuazi gjykat. Po t'isha unë në Këshillin e Mandateve, do t'i thosha atyre që erdhën çoni, ikni dhe ktheuni me një dosje për Parlamentin e Shqipërisë. Janë 16.000 faqe ku janë futur brenda kontrata, studime, arkivi i ministrisë. Numri 1 i qeverisë sqaroi edhe pozicionin e tij pas pyetjes së Euronews Albania për dorëheqje të mundshme apo krijimin e një qeverie teknike. Ne morëm 83 mandate në qershor, apo e keni harruar? Ha pra, çfarë dorëheqje për çfarë? Për cilën? Dorëheqje për Akshin. Deri 2029 me qeverinë e Partisë Socialiste me 83 mandate në parlament. Mes shumë temave që preku për afro 180 minuta, Rama foli edhe për defektin e ujësjellësit në Vlorë. Ishte një defekt shumë i rëndë, i ardhur si rezultat i një investimi të bërë në 2009-2010 me pajisje hidraulike jashtë standardave. Për vitin 2026, Rama tha se ai do të nisë me rritjen e pagës minimale në 50.000 lek, platforma e shërbimeve i Albania do të përditësohet me një version të ri, kadastra do të jetë plotësisht digjitale, për spitalin onkologjik do të vihen në dispozicion 15 milion euro, ndërsa për menaxhimin e zjarreve do të blihen 2 avion.